Finalen, unë po ta them finalen para 6200 veta e mbase milionëra veta do e shikojnë. Unë kur ja kam dalë mendimin e Zotit në për izolime, imagjinoj këtu në këtë realitetën në këtë platformë. Edhe ju vend të më ndihmonit, më talleshit, po talleshit në mua. Okej, përfundove. Në përfundim jam, nuk Tash ti mendon që jemi tallë, por më dëgjoj tash, kur ke ardhur atë natë prej aeroport që ka dalë të ka marrë njeri jam, të ka pru të para hoteli ku e kishim darken, ti kum pa si ke qenë vesh edhe ti kum pa këpuc me loqë. Atë kujtojt që kam ke thonë kur të kum pyt pse jo kështu, më ke thonë që je që 2 ditë të flajt në vorre, apo jo? Ore, nejse, kur ta fash unë të këtë vujtje ti prap dole më shajtë. Kur ma të këtë vujtje, vispak, shkoj me radhë, Guqi, se sharja ka arë shumë vorë. Po Sami, ti kur je ka zemër barf, kur je ka zemër barf. Guqi, nesërmen, masi që kemi hangër dark, nesërmen, ku ke shku me Samin? Te shtëpia jote. Jo, ditën, ku kena shkune të ditën? Ore, kemi ndenë të shtëpia jote, do ta them unë një gjë. A kemi shku në shopping center? A kemi shku në shopping center, Guqi? Do ta them realitetin. Kam bletesha $8,000. $2,500. $8,000, Guqi. Shkesi qeshme. $2,500. $2,500. Po dëgjoj pak Sami. Po edhe $200. A do ta them ve realitetin vëlla? Kur më qaset e shtëpia jote, kam marrë me jo stekun, kam fjet mu të dera jote, kam ndenë shtrirë të dera jote, ti po gërhisje, rria jashtë derës tende si qemë vëlla, e aj shumë po i fëja faleminderit Zotit se mendova do ja hidhja hallit. Po ti nuk e di e këtë gjë mendoja si kur rria fsheras në vomën time. Unë kam ndenë të dera jote me jo stek, mrapa derës tende, edhe drasat kanë kërcit kur kam ikur se merë vizor mos do zgjohesh e do më shikoje, se nuk doja të rria largë. Po pse e bëje këtë? Pse, se isha arrit një jetar në izolime të doja si vlla, po ti kur dole e ma shajte... Po probleme kisha unë midis Dubai të shpitime, në vlla? Po vlla, po isha mësu me izolime. Po probleme është të që ti mësu me izolime, nuk e mujt me përjetu një gjatë... Dëgjoj, Sam, përdore ironin sa duesh me mua, Sam. Unë kur ja dole izolime të ato vite, më ndimoj Zotin. Mua kur ndimoj Zotin me të ato vite izolime, a mendoni si kur është në një gjë mave kjo, vlla? Pasam, me injorove me orë fauco, me shajte babanëra me të past, nënëm ka ngell pa shpi, mua po mësë shpërndoj një live-in të arrit 10.000 se kjo mësu me 10.000 persona live of love, flasim na pet pajtojnë. E do ti audiencën, sepse pastaj do provosh të me gjuash një 2-3 gifte. Po unë e kom audiencën gjdo natë kështu o gush, ti e ki ka 500-600. Pasam, ke investuar $10 milion edhe po kap nga 1.000 veta në live. Unë ditë për ditë po ngrijem po kap nga 2.000, Sami. Po ma mirë 1.000 veta të pastër, se sa 2.000-10.000 që vinë këtu bojnë komente kote vetëm me të fut në shërë me njerës. Ta share, Sami, unë po dalë, po falë namaze, po bëj stërvitje, po tregoj kur bëj kafe, edhe po pres momentin. Ti që falesh, që i falë namazin, i falë gjitha këto, falesh shumë herë, 5 herë në ditje. Si s'munesh mi kuptu intrigat e tipit Arushës dhe njerëz vëlloj u bje njerëzve në qafë kot? Arusha, e di qa, Arusha është qa është. Po pëse u bje njerëzve në qafë kot, a ti si është haram që u bje njerëzve në qafë kot? E digjo, Arushën e shajta që e shajta, po një gjë i ka ardhë gjina për mua Arushës. Po dakor, po pëse mi ardhë Arushës gjina për ty? Pëse mi ardhë gjdo njeriut këtu që të njeftë mi ardhë gjina për ty? A jeti për gjina, ti nuk je për gjina? Ore, po, digjo pak, shqiptari nuk ja hef tot shqiptarit, Sami. Po nuk je për gjina, ti pëse mi ardhë njeri gjina? Digjo, mendoj që një Shqipëri e tëra, Sami, jo një dit, jo 2 dit, po rjesht. Kur erva unë të këti e Sami, ti kape 1.5 milion klikime brenda 10 orë me orë. Njerës, teri sa nuk bon 10.000 shikusën e nuk i dalë prej live-it. Bela, me postime mua, Bela, mos përmen njerës që nuk janë këtu, klutëm, flasim unë e ti. Okej, Bela postoj video me mua, mos përmen njerës në ke dalë, ke kërku falje 100 herë, edhe për qëta që pi përmen, edhe ki thonë veç që ki ka bu, ose kërko falje, ose mos kërko falje, a u këtanë. Ki kërku falje edhe mu, ki kërku falje edhe Beles, edhe gjithë njerëz ju kërku falje. Më shkatruat, o Sami. Mos lëviz si të frynera majtës djeltas. Ose kërko falje, ose mos kërko falje, bo në burë. O Sam, burë, do e shikojmë të burnia, vla, mbase 5 vjet, inshallah Zotit majtë në gjendje, vla, që ta mbash ata që ta të qasë. Kaq po të them. Unë kur ja dola burgut të Sami, Zoti i ndihmo vlla.
Po ke Ti për 50 për 10 vjet kishte qenë mirë të mendosh për veten e mos No, mos ki problem, sa. Mos ki problem. Ma shajt e baba nuk mja le kockat rahat babajt, ke dal para miliona njerëz, more famën time, shqiptarët e mi e dole ma shajt e baba në varr. E tani Po ti a shajti Samin apo vi Sami të shajti ty? ku, mbas kum shajt e baba në varr. Do të vërtet mos gënje, mos gënje. Mos gënje se ekzistojnë këtë regjistrume janë. Erve të live im, Sami. Edhe më the më fal, vlla, isha në gjendje nervoze. Edhe unë fash mirë Sami të qere fash, të shajta. Aty ja nisa me të shame, kur erve ti që të pruri Klevi o Aleksi kush qasi. Aty të shajta të fash të qere. Nuk kam shajt unë. Unë e mbajta qetësinë time, kërcënimet, po mdiqe. Twitch, fuck yourself, please. Okay? Go and fuck yourself. What do you mean go? What? Are you talking to me? No, I'm talking to one guy. Call it Switch. Sami më shkatrove, bro. You ruined me and I done nothing wrong but give you audience. Okay, good. So let us talk in private as usually we do. Private about what, Sami? You gave me a fake watch. You Yes, cost we talk a lot in private, Butch. You gave me a fake watch. You cost my dead father. You are doing this because your last message sent to me was when you asked me a lot of helps and I don't answer to your messages. I've been left homeless because of you. I have been getting chased up and down everywhere because of you. Everyone turned against me because they're scared you won't send them £100. Çfarë gabimit bëra unë, vlla? Të vash miliona njerëz, Sami. Miliona. Sa të kom bërë që mi gëllon miliona njerëz? Ore, nuk është për borxh, më shkatrove. Më shkatrove. Pse të shkatrova? Pse të shkatrova une? Une pse të shkatrova? Kur në sfarë që marrë me ty. Okej, Sami. Të ftoj unë ty tani në shtëpinë time. Po. Hajde në shtëpinë time, Sami se më qasi 7500 veta. Dua t'jap unë një dark ty, Sami, e në vend darkës t'jap unë një mut të hash. Do të pëlqente ajo gjë ty? Jo. Pse ma bëre me orën ashtu pastaj, para milion. Guçi, edhe me bakon fake, një dhurat është dhurat. Nëse ti ke mendu që me marr atë dhurat edhe më boj pasur me një dhurat, nëse e ke problemin aty, kam ora sot dush dhe t'jap kur dush. Por nuk jeti një person, nuk jeti një person që mund blejesh me një orë. Këtë e kom pasur në konsideratën ndaj teje. Por nëse ti po insiston... Po kur ta ktheva orën mbrapsht unë tyja, pse ma shajt e baban? My dead father, what did he do to you? You don't even know who he was. Qyre sa bukur e the, kur ta ktheva orën ty, ma shajt e babajn. Por teri sa se ktheve orën, sa shajti i bëre nga hoteli me pirun dorë, sa gjane i bane kundaj Samit, shiko sa intrigant. Tu ka shajt baba masi që e ki kthy orën. Listen, e disa intrigant je, Sami? E Jo, s'kam intrigant, jeto e vërtet vërtetën. Dëgjoj, kshu e ke futur Shqipërinë në sharë me njëri tjetrin. Jo, vlla, po ti e thet vërtetën vetë. Listen to me. I've been in hotel, kam qenë në hotele. Unë kam qenë në hotele në për Londër, në për Shqipëri. Po një gjë jam habit në Dubai, kur pash pirun në hoteleve, e ngrita pirunin e pash që wow, lem pirun këtu në hotel. E ti po më kërcënoj ai shumë fash, i kam qi nënën, po më ervën me pirun do ju sulmoj në vonë. I'm gonna defend me pirun. Come on, bro, come on, no way. No. I have everything. Po provon ta kthesh në mënyrën që kam edhe mesazhet e kushërinit ton që është dëshmitar, që thot na nxorri fytyrën e zezë duke të çaj ty mbas gjithë asaj që i bane. Ore, ai kushëriri im, mirë kushëriri im, po dëgjoj pak, unë Po kushërini hytja ai. Tëra ato vujtje 16 vjet ja dola vet unë e Zoti. Edhe mamaja ime gjithë, mamaja ime gjithë ka punuar halal. Tani u nxora unë fytyrën sepse Çka kam bëjën me 16 vjetë tua? Ë? Çka kam bëjën me 16 vjetë tua? Të kam bërë një diçka. Dale, 16 vjet që ai me që bëra në Burg, të qasi audiencë, me qasi mua milionë shqiptar që ju erdhi gjëna. Dëgjoj pak, se shqiptari mbase të dëgjon një bisedë një herë, e thot shqiptari, ky po mashtron vlla, nuk po ja var me unë këtij se dallohet që është mashtrojës. Po nuk ishte një herë, nuk ishte dy herë. Mua më kanë dhënë ajo audiencë për 3 deri në 6 muaj. Pela, tamam e ki emrin e profilit Pela. Të kokë krejt Pela vlla.
Unë vetëm po e them Sami, më shkatruat, po. Më shkatruat. E turp keni, po. Çfarë probleme ke tash aktualisht? Më morën shpinë e mamas, po. Jam bërë në vrikë, jam me ankë. Po, a muj me të ndimu diçka une? Më ndihmosh ti me çfarë? Do të më japësh orë facën taush pra. Jo orë facë, po i kum pa mesazhe që mi ke qu frik. Po, vëlla, kam frikën, vetëm s'dua të lë mama. Jo frik, shumë some days ago. You sent me a message, you need my help. How I can help you? Duhet marrë vetëm një depozit i gjej mamas një shtëpi, nuk duhet ma blej njeriu shtëpinë e mamas, nuk duhet depozitin. Nëse është puna të depozitës s'ka problem, të kum nimu ta në herët, një më japet. Okej. Po më suber me video tjerësve tjerë, o kush? Po që mini ervi, dëgjoj në qikë, dëgjoj pa. Sarë që ke pas nevojë, atë kom nimu. Atë kom thonë jo në herë? Hold on. Po, a nuk ta kam Tell me just one time when I say to you no. Just one time. But have I not tried to return it all back always? Come on, bro. You send me a lot of messages during when you stay in the prison. You call me every day. We talk No, 1 hour, 2 hours, 30 minutes. You send me message. I answer to you. You ask me my support. I support you. What is wrong here? Tell me what is wrong. What I do wrong What to you you? mean what's wrong, bro? Come on, bro. I Tell gave me you the millions. truth. What I do wrong to you? Listen, man, don't raise your voice at me like that, Sammy. What I do wrong to you? I cannot understand what I do wrong to you. Sammy, don't raise your voice at me. Okay. I swear to you. Don't. I don't do nothing wrong to you. I just support you. Yeah, I didn't do nothing wrong to you either. Now you need more support. I will support you, but don't go around. Tell me, Sammy, I need your support as before and halas. Man, you lot destroyed me. Come on, bro. Come on. I never destroyed you. And if you think that telling me like What this you mean? that I destroyed you and I support you, Sammy, you are doing something. I gave you the whole Albanian nation. Millions of Albanians started to recognize you because of me. Not to me, bro. Not to me. You gave me a fake watch, Not and to then me, everyone bro. started saying, "Oh, look, he's It was gay." a gift. It was a gift. Fake or not fake, it was a gift from my side. Why do me like that when I brought you original things? Come on, bro. And then what did my dad do to you? My dad was in his grave, inshallah, accepted in Jannah, and you go and cuss my dead father in front of millions of people. You don't even know my dad. No way, Gucci. What do you mean no way? Now Gucci, we stay 1 week together in London. You know this. Sammy, we stayed 1 week together in London with what little money I had. I took you sexy fish, not just you. 15 hungry Italians. They was eating like pigs. And I paid that bill 2,000 something pounds. And all the people respect you and thank you for that. Kur vajtëm te sexy fish mu te restoranti më i mirë qendër të Londrës. Kush e paguaj faturën jo vetëm për ty, po 7 derra tjerë që mbaja nga mbrapa. 2.000 pound pagese pagova unë. Ti paguajshe. Po mos më bë mua sikur jam tipun që please të lutem Sami. Unë gjithmonë unë isha të thënë se kur ishim Londër bashkë, ishim shumë mirë. Sam, kur më jep, unë gjithmonë provoj ta kthej. E gjithmonë ta kam qas. Mbase nuk është 100% Sam dhe, po provoj ti marr hapa të qasem ti 100% që ajote. E gjithmonë e kam pat këtë sepse ja kam dal vetëmis në burg si më ka pas Zoti. Anyway, Gucci, if you need some support, tell me in private and halas, don't. Ka lënë mama, më ka ngel mamaja pa shtëpi vë. Më ka ngel mamaja pa shtëpi. Nuk dua njëri t'ja blej shtëpinë, po mbase ndonjë GoFund ndonjë gjë vetëm e marr depozit me marr një shtëpi. Do ta rregullojmë këtë punë. Para se të ikim burgin. Do ta rregullojmë këtë punë, don't worry. That's it. Edhe një varse më shkoj me orën që të shkruaj Gucci, pa diamantin. Okay. Se orën. I will do. For you, I will do. Just një varse Gucci me florid bar, that's it. Nuk dua diamant, më shkoj me orën. Okay. Promise. Ose gjethe, actually. G-3-T-H-3. Gjethe. Okay. Send me in private what you need and I will do. You have my number, bro. Just call me e vetëm të flasim. I just want to talk to you. That's it. And I'm stressed out. I want to stay with you 2-3 days somewhere. Duhet rri me ty 2-3 ditë, bro. You can call me in this number. I'm sending you the call now.
Okay. Ta fik live-in unë tani. No. If you want, you can stay now. You have 7.5K. I don't care about. I build the audience every day. I'm doing training, positivity. I'm slowly getting back. My main account with $10,000 is stuck because I sent you 20 lions. Inshallah, one day you will be funny guy. Don't worry. What do you mean, funny guy, bro? I've got patience. You must listen. You must be little bit more responsible and solve the family problem, and after that you will be funny guy. You can see when you don't have the problem, you will be funny guy. I know this. When you have some problems and you don't have support from the people, because a lot of people maybe promise you and never support you, never, and I am sure for that. Otherwise, you will not come back to me. Solve your problem. I will support you. And be funny guy with the people. Be a funny guy with the people. You don't need to do nothing but be funny. Respect them. Alas, nothing else. Believe me. I am the same like before. Nothing changed in Sami. Dhe juve njerëz marrët ju vi që kur e shihni njerin që është me brengat veta, si çdo njeri ndodh që është me brengat veta, shkoni edhe i shkruani çka është një e keqe. Po pse ti s'mund bëj një video me nxirre me thënë, njerëz, është djali miu mos e sulmoni. Kush unë kom marrë disa herë të live fytë dhe kom thënë një gjë tillë. Në gjë një TikTok e më shan ditën tjetër. Po paske, Sami njerë ka gabut, ka shajt, ka kërku falje, Sami vetëm shka t'ka ndihmu, Sami s'ka shajt kur, as t'ka ullë kur. Po as unë s'ka ullë. Nëse është Sami një njeri që t'ka nejt afer në momentet shtira, se t'ka nevoj me nejt, që Guqi, kur ti je mirë, kur ti je i qetë, kur ti nuk je i mbyllur në burg, s'ka nevoj kërkush me nejt afer si ti je zoti vetit. Në momentet kur ti ki nevoj si çdo njeri, kur ka nevoj për dikën thjesht 5 minuta me folë në telefon, aty shifet për kraja e dikujt. Unë kur s'ta kom refuzu telefonatin, kur s'ka ndodhë që më ki shkru mesaz t'u kom përgjigj. Sepse, pa mërë parasysh që ka ndodhë mes neve, ti ke qenë në biruc i mbyllon. E unë s'kom qenë me pa kërkonin në biruc i mbyllon. Unë mua prapë po provojmë të qojmë birucën, po para se të më qojmë birucë pak të mos të lem mama rrugës, ka që duam. Mos u mërzit për atë punë, por ta kesh parasysh që njerëzit mos u merr me komente që ka shkruaj këtu, po rri me ata njerëz, komuniko me ata njerëz që kur të kesh nevojë, e përsërish kur të kesh nevojë, jo kur nuk ke nevojë. Kur të kesh nevojë, ki mundësimi atë ki dikujt derën. Mi thon, fal, vish 5 minuta flas me ty se jam i mbyllur ose jam një vend që po du me dal meq për pa fol me njëri gjallë. Kur gjujtë me arma herën e parë. Sami e ka po me orë tëra me ty nëse të kujtojt. Ta kam nis me zet, kam thënë Sami, edhe di qa ka ndodhë, kam si vlla, faleminderit që provove ndihmoj. A e kum qua avokati edhe shiko qa po ndodhë me mua edhe më sulmojnë edhe më fusin në burg. E tani më del mua këtu e po më fua you be funny guy, pse vlla? Po duhesh, pa marrë parasysh se rrethanave si çka të ndodhin në Guq, duhesh me koni mirë. Sepse me të keq nuk... Unë i mirë isha, po një njeri që u shkatrua kaq shumë si unë, çfarë faj pata unë vlla? Guq, ti je besimtar, edhe ti beson që sprovat e Zotit i kalojnë gjithë. S'muj mi ik, nëse është një sprov nga Zoti, njeri nuk mundet me të bëjë ty gjane se nuk vjen sprova nga Zoti. Njeri në fort, Zoti e sprovon. Ti vajte me llogari, Sami, hap mas hapi, me më shkatrua mua, vlla. Në vend se më mbroj. Unë me të shkatru ty? Atë ka ndihmu dikush ma shumë se unë? Më ka ndihmuar shumë njerëz, vlla, po ti vendimin, edhe unë ta kam kthyer mbrapsht ndihmën, vlla. Po dëgjoj që atë ka nejt kush afër ma shumë se unë. Flasim realitetin e Sami, unë të ty mund t'jem një 6.000 euro borç.
Mos më kiti mu bërë çogush, po të them kur ke pas nevojë. Jo se dëgjoj pak, se njerëzit pas nevojë, njerëzit jo, po qysh I hap ti bisedat e qysh del ti thua, un kam ndihmuar kushërinë të tu, kushën tënd, kam nis lek për mamin tënd, lek për motrën. Okej, listen, kam nis lek për ty. Po Sami, un ti ktheva mbrapa shumicat e lekëve vëlla. Në vend fati ju është që unë nuk jam moderator këtu, se unë ju Sami, në vend të mblidheshit të tërë bashkët më ndihmonit, mu largohet të tërë. Sami s'tu ka largu asnjëherë vetëm. Të tërë, o vëlla, në vend të vinit të gjithë kështu e të qaset ndihmonit, mikët të tërë më largohet e u distancuat, vëlla. Sami asnjëherë s'tu ka largu. Morët një audiencë të tërë. Sami, pa marrë parasysh gjitha rrethana asnjëherë s'tu kam largu. Sa pat audiencën që ra audienca, u largohet të gjithë ikët. Sa më ra audienca, ikët të gjithë. Guqë shëve ki shumë njerëz këtu që të shkruajnë mesazhe negative, prova shkruajnë privat njërit për tyne, a mundet me ardh me bisedu me ty 5 minuta, mos I lyp lek. Veç tu 5 minuta kam dëshirë me bisedu me juve. Unë jam duke biseduar atë 5 minuta me ty, vëlla. Kam mbajt gjithashtu gjithë ata brenda. Unë po flas atë që po e shikojnë tërë. Unë te komenti nuk po rri fare te negativiteti. Unë po të flas ty si vllau që më qase, të doja si vllau, po të flas ty direkt drejt për drejt para gjithë ta njerëzve. Unë vetëm kaq që s'm po m'pëlqen. Me ra fama, u larguat të gjithë. Më sulmuan të tërë, në vend se të në qasit në dimonit, më larguat. Çfarë do bie ke nga fama e TikTokit? Çfarë, po unë mos kisha famën e TikTokut të Sami, asnjëri nga juve s'do ishte qas, vëlla. Unë një video që postoja, një foto që postoja me ty, miliona njerëz. Ku I duhet fama e TikTokit? Kujt I duhet fama e TikTokit? Po Xhimin, në çfarë kuptimi, kujt I duhet? Çka ka njeri prej famës TikTokit? Çka arrin njeri prej famës TikTokit? Çfarë arrin njeriu prej famës TikTokut? Po. Po nuk po shikon ti çfarë po bën ditë për ditë, po provojnë të vrasin për këtë famë që u bë. Gush, me fjalë TikTokit sa njerëz janë vra, sa njerëz janë largohet. Po, njerëzit po han një shpu, dalin aty të lutem se më rrafi me plama njeri, hapin GoFund, Sami, më kanë gjuet dy herë me arma. Pse të gjujten? Ore, u shkatrova vllajeve, humba kontroll, fillova, kur më sulmuan të tërë, fash e di qa më mirë. Këtë dojnë këta persona këtu negativ që I ki? U shkatrova vllajeve, fash më mirë të futem izolim, t'i largoj tërë njerëzit, pakten e di çili kam. Edhe e mora të hapa, vlla, ashtu më va Zoti I drejtim, ashtu e mora. Respektin e njerëzve, vlla. Ajo është fama që më jep mua. Fama është respekti njerëzve. Si më erdhën 50.000 veta, 1 milion veta brenda një ore, ishte respekti njerëzve. Edhe prap nuk kam hap GoFund o njerëz, me gjujtë me pluma, më vranë të lutem GoFund. Guqi, na kishim 7.500 persona. Ore, ne kemi pat 50.000 persona se u gjindën në dhimbjen time, vëlla. Kemi pat 50.000. U vimsen nga dhimbjet e mia. Guqi, mu pa gjinë dhimbjen tone këta 7.500 persona, vetëm nga like do t'i kesh pas 2 milion like. I ki vetëm 420. Kemi pat momente. Pse nuk bëjnë njerëzit like me qenë janë këtu 7.000. Sepse sa njerëz po rrim po dëgjojnë bisedën, po dëgjoj pak Sami. Kemi pat raste kur kam pat 22 milion likes. Sepse njerëzit u vimsen nga dhimbjet, nga muhabetet, nga historitë që po tregoja. Kur ke pas atë shumë like, kanë qenë në ato momentit kur kishe probleme, edhe atë e kuptoj, sepse njerëzit vishin aty edhe treshin të live-i. Por s'to me thonë që ti duhesh me pas probleme, si që ke pas problemin kur gjyre. Oj njerëz, 6.800 veta. Ore, Sam, edhe një gjë tjetër, unë nuk hyra në këtë platformë se, do bëj lek, unë do bëj këta. Unë hyra në këtë platformë se kisha mërzitje, vëlla. Më ndihmoi shumë ky platformë sepse unë mos kisha këtë platformë, unë nuk do flisja.
Unë isha tip që vetëm rria izoluar mendoja. Ky platformë më ndihmoi të shpreh, të nxjerr fjalor, të nxjerr fjalë, të komunikoj. Prandaj hyra në këtë platformë nga mërzitja unë. Momentet kur ti u futsh live dhe i folsh rinis për vuajtjet e tuaja, edhe mësoj rinin që mos bëjnë gabimet që kanë bë gabime shumë njerëz që janë përbulqe, aty e ke pas audiencën më të madhen edhe më shumë ti të kanë dëgju. Kur ki fillu me fy, me shajt, njerëzit i ke largu ti se kam qenë në izolime. Po edhe kur më vërsulni mua që më vini ditë për ditë, oj Aleksi më foshte mua, jo Helbenz. Se vazhdon ti përsëri më ju mbajt digjerata me vujtjet e tua rini. Dije u futa live unë vetëm duke bërë stërvitje vajta 2000 veta. Po provoj t'i futem asaj rutine që kisha në vetmin time, e këta njerëz që janë bërë si vëllezër e si motra për mua, unë po u tregoj qyshe kaloja unë, sepse një gjë kam fuat kuptoj vëlla, veprat po flasin më shumë. Po dakor, po shife tash ndryshimin. Deri sa ke bo ushtrime ke pas 2000 vetë. Deri sa ishte të fol keq për Samin kishte 800 para që më futone. Shef që është diçka që nuk unë vetëm po bëja atake Sam, se kam marrë shumë herë, kam provuar të flas me ty shumë herë, e fashe di qa vëlla, ti përdor këta vëllezër e motra pak në të tërheqin tyje që të vish tek unë të flasim. Vajtat e Fatmiri me revizor, vajtat e Fatmiri i fasha Fatmiri, më ndihmon pak vëlla se ty të respektona jeta dëgjon vëmendjen. Nuk premtoj do të fa, po inshallah, me drejtën që është zemër barë si është ai fa, inshallah. Kaq. Po njerëzit u qasën sepse ishte respekti, ajo është audienca. Audienca është respekti. Mirë guqë. Rrejqet, komunikojmë privat, ndëgjohemi.